Një gjë që ka gjatë ditëve të fundit ka ngjallur shumë debat kanë qenë pikërisht biletat që kanë dalë në treg. Mbasi nuk je kompetent për të fol për këtë çështje, mirë po e ndjen një farë atmosfere sikur të përzihet para ndeshjes. Shumë tifozë kërkojnë bileta, nuk ka. Po unë mendoj se e kam pa edhe nëpërmes mediave që tifozët janë të zhgënjym, do të thotë ka qenë vetëm një pjesë ku në Prishtinë, sikur kryeqytet ato biletat janë marrë, është dashur të shpërndahet nëpër qytetet e tjera dhe peshoj që ka pas disa mallvëzime, do të thotë mirë, po ne do të marrim provojë edhe nga kjo gjë dhe besoj se edhe këto gabime do t'i përmirësojmë për në ndeshjet e ardhshme. Gjithsesi, trajner për fund për Kosovë-Kroaci, një rezultat sipas teje, një parashikim do ta bënte më interesant. Po shikoni, është vështirë të them ashtu, unë nuk mund të foli nga kandi i shikuesit, mirë po si analist është vështirë, për shembull ne duhet të jemi të kënaqur edhe me një barazim qofse dalim nga kjo ndeshje, se Kroacia është një reputacion, një ekip botërore, do të thotë ndër 10 shtete më të mira në botë, do të thotë edhe qofse ndahemi me një barazim duhet të jemi të kënaqur. Rezultati? Po mund të them qofse na përcjell fati, qofse luajmë në aspektin defanziv me kundërshtuar, mund të edhe fitojmë me 1-0, do të thotë është një gjë pozitive për ne, që do të thotë që të gjitha mediat botërore kishin folur për Kosovën.